njëra tjetrën. Dhe mendoj që ja ka ndalë. Dhe veçanërisht për brezin e ri, ne duhet ta japim këtë mesazh që puna e ndershme dhe dia janë ato që duhet të shpërblehen. Sepse fatkeqësisht në Shqipëri pikërisht këto janë minuar, puna e ndershme dhe dia janë ato që nuk janë shpërblyer dhe janë shpërblyer gjëra të tjera. Në fakt ne duhet të kthehemi këtu, se këto janë ato që mbajnë një shoqëri të shëndetshme në këmbë dhe që të zhvillohet dhe të begatohet. Flas pak tani me ty, Ilt, për një personazh që është diskutuar shumë në Shqipëri. Fakti që kryeministri, kur e njeh kryeministrin, di që në qoftë se i ke bërë përshtypje, ai të kthen përgjigje duke të folur në një formë direkt apo indirekt, me emrin tënd ose me një pseudonim të shpikur momentalisht, qoftë edhe artistikisht. Dhe Christopher Lasivita, duke qenë me pozicionin që ka patur në garën e Trumpit për president, zgjoi interesin e momentit të qeverisjes socialiste, padyshim që u shqetësuan ata, duke pritur që Partia Demokratike ta qante e vetë hallin e saj, si me thënë, elektoral, duke u përpjekur që të gjejë burime të brendshme të cilat jo domosdoshmërisht kanë shkëlqyer në përgjithësi, them në Shqipëri, jo domosdoshmërisht të lidhur me një parti, por përgjithësi marrëdhëniet publike në Shqipëri janë marrëdhënie publike të dobta, janë relativisht me një lloj artificialiteti e kështu me radhë. Mos ndoshta lajmi i lidhur me zotrin Lasivita duhet të inkapsulohet tani, pra të mbyllet. Të më thënë, bashkë me Susan Wiles, ai e bëri presidentin Trump president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pa dyshim që është një ngjarje spektakolare që pranon të vinë në Shqipëri duke u nisur nga ngjashmëritë që kanë rastet, por dhe ndryshimet natyrisht. Në këtë rast mendoj që më duket absurde të pritet një ngjarje tjetër e madhe, kur një ngjarje e madhe ka ndodhur dhe është kjo që ka ndodhur. Çfarë ndjesi e ke ti raport me këtë? Shiko, Chris Lasivita është një strateg për fushatën elektorale, njëri shumë i rëndësishëm edhe politik në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Sigurisht ka krijuar atë lidhjen shumë të mirë mes nesh Partisë Demokratike dhe administratës Trump, dhe na ndihmon në përgatitjen e strategjisë, por thelbi është programi ynë. Ky është thelbi. Në këtë fushat ne futemi me programin ton, me një plan. Partia Demokratike vjen me një ekip, me njerëz që janë të përgatitur, që janë përfaqësues të shoqërisë në 180 gradë, pra çdo njeri që kanë nxjerr konkluzione, kanë bërë analiza, kanë kuptuar ku qëndrojnë në historinë e Shqipërisë dhe që nuk mund ta fucking up. Që i flasin të ardhmen, sepse janë njerëz me integritet, janë njerëz profesionist, janë njerëz që janë të përkushtuar dhe të gjithë bashkë ne kemi një plan për cilin po u flasim shqiptarëve. Chris Lasivita na ndihmon që këto ta zbërthejmë sa më mirë në mënyrën amerikane, siç e bëri dhe Trump, i cili e zbërtheu në 10 pika dhe këto i përsëriti mëngjes drek dark, që ti dëgjonte çdo njeri që jetonte në Amerikë, dhe ne këtë po bëjmë. Kemi pikat tona të programit dhe ne do t'i përsërisim mëngjes drek dark, që çdo njeri t'ingulitet mirë në mendje. Tre prej tyre i mbaj mend unë. Domethënë rritja, ne kemi paketën e dhëmshurisë që fillon